Përshëndetje Prishtina Ali, faleminderit kush keni zgjedhur me shikuar dhe me ndëgju episodin e dytë të Prishtin Podcast. Sot e kemi një musafir shumë special, i cili është Fadel Dragaj. Fadel, faleminderit shumë që ke pranuar me ardhe dhe është kënaqësi me të pas. Faleminderit për ftesë, që mos me pranu. Kom qenë edhe më persistente, më duket. Sa mirë është. Momentin, po du pak me dhonë si një intro të shkurt për Hanin e dy Robertëve. Momentin që kom vendos me bo një podcast të kësaj lloje, kur e kom paraqit idenë në shtëpi, emri i parë, do me thonë, kur kom thonë që po du me fol për kulturën e Prishtinës, vitet para luftës, emri i parë që është përmend është Hani i dy Robertëve, Merita dhe Fadel Dragaj. Edhe të kom treguar edhe më herët që unë kom qenë pak ignorante dhe nuk e kom ditë fort si histori. Edhe kom lexu pak, kom research edhe kom kuptu që Hanin fakt ka qenë kultura e Prishtinës gjatë viteve, do me thonë prej kur është themeluar, nëse s'ka bëjt 89-ën kur është hap, edhe sot e kësaj dite vazhdon. Po, Hani e ka nis dikun 89-ën, edhe nuk ka qenë veç Hani, ka pas edhe tjerë të cilët e kanë përcjell pjesën e kulturës, po kanë qenë ndoshta pak ma minimale, ma angazhime ma të vogla kanë pas, po Hani prej startit e ka pas qatë qëllim. Po. Starti ka qenë metën pa punë, janë ishte represioni, mbyllën shkollat, mbyllën televizionet, spitalet, edhe bërë pozitë që do mos që e gjenerata jeme a me dal jashtë edhe me met këtu. Me met këtu, unë vendosa me met, edhe e mora një lokal me Qiran Kuris. Atër një shoki jam i bashkë e kena qenë fillim, mi gjeni Kelmandi, e do kemi shku jashtë, se lash e qenë bashkë. Dhe prej startit Hani ka startu me, pos që kena shit bira e raki, kena bas librat vend pjeve mrapa, kena bas librat, kena shit edhe libra. Ka pas ekspozita, në qatë hapsin shumë të vogët, po që përshon njona prej ekspozitave të para që o bo, është e Nekrës, në gjatë Krasniqit, Po. në dikun 14 metra katror, ku shijet tash, do shte e fokuson ma vonë, bashkim Paquku, atër ka qenë Ali Aliu, Recep Qosja, Nizmije Pagarusha, edhe shumë tjerë. Po. Kjo ka qenë hapja e pare ekspozitës në Handikun 89-90. 89, po. Hani ka qenë atë ko i lokalizum në Kurriz, apo? Në Kurriz, po. E madhe një ko shkurt. Jo ba shkurt, me mi gjeni nëse janë isi një rrugë tjetër me mu këthy gazetaris, atë profesion që i ka pas, unë e komponu si producent, po unë e vazhdoha me shit piva, edhe qelat e Santeja. E të Santejave që kom rrumullaksu idejën, edhe kom di që ka po du. Atër, edhe që s'ka pas kushte për me bo galerin klasike, po që aty e ka zavensu hapsina, se unë mbyllën galerit, s'kish hapsina ku me i bo, edhe Hani një mënyrë e zavensoj galerin. Edhe jenë hap, me thonë veç dhe 99, dikun prej 95-ës, dikun gati 70-100 ekspozita në hapun hanë. Sa shumë. 100 artista, mund me thonë, kanë qenë edhe kolektive, pos ekspozitave ka qenë edhe vendi ku o promovu edhe libri, edhe filmat dokumentar, o majtë edhe kabareja për herë të parë. Bëllëm dikom kujto qatë natë kur obo ka qëllu Liv Ullman,
është ndër aktore e Hollywoodit shumë e famshme asi. Kështu, hani e ka nisë gërshëtimi mes, po thëmë pra pivave, edhe alkoholit ushqimit, edhe me pjesë të kulturës, edhe jo veç kulturës. Mu ka dok edhe shumë interesant, do me thonë jo që ka qenë veç vendi ku janë majtë shfaqje teatrale, kanë majtë klasa, ka pas ekspozita, po qysh po thuhet edhe do me thonë diplomat, gazetar, ka nejtë gazetar të New York Times, të Washington Postit, edhe gjatë kështu researchet për juve, kom par një pjesë ku kallëzën atëherë ka qenë kryeredaktori Kohës Ditore nëse s'ka bëj, tregon që lajmi për sulmin në Prekaz, ndër vendet e para që mirët vesh në Prishtinë, ka qenë te Hani, siç aty ka qenë krejt, domethënë krejt diplomat, gazetaria, dhe aty mirët vesh po të organizimi me shku me pa çka ka ndodhur. Po Batoni ka qenë, Baton Haxhiu, po nëse kanë kanë qenë edhe shumë gazetarë tjerë, edhe atëherë funksionoi edhe Bujku, Koha Ditore, edhe reportaj të lufte, kanë qenë edhe CNN, CBS, New York Times, Washington Post, të gjithë kanë qenë në Hani, ku ndiku 70, se na me një farë marrëveshje thjeshtë, unë asë pa e di, e shprazën Grandi, se Grandi ka qenë vend takimi i gazetarëve të huaj dhe reporterëve të luftës. Kështu si formal, do me thonë ka qenë aty, po. Mandej organizum na një herë, dy herë, edhe mandej u çfokusun krejt edhe erdhen ja nisin ju andosh juve. Çat fate kom pas si çat kohë kom pas edhe internet. Atëherë koha net po mdoket. Edhe lajmet krejt kanë shku prej, kom një farë fotografi, është në libër, në kompjuter, prej cillit kanë shku krejt lajmet asi. Po. Keni qenë qendra informative. Ka pas shumë detalje, ndoshta si për që tash qesharake, po që kompjuter ka qenë edhe kac, edhe kanë postu artikuj prej atyt. Edhe kac edhe kanë postu artikuj, ha? Se për me mos me di që ka boj, unë e kom shtyp si kac ka punu, po kur ka pas me atër s'ka pas edhe USB-a, shumë bërall, kush e ka pas USB-n. Edhe kanë shtyp aty. Edhe ka qenë asi disa raste ndoshta edhe që sharake. Se një kafegji me ditë anglisht, rrëllë kush si o komu shtyni, ndoshta unë asë. Po kur e shtyp kjo ne lexoj, shara se shkuj ke keq për Kosovën, kur afoj ke te sendu, unë e ngresha kablin, thësha, qëto vota që Kosova është problem. Për një me... Rryma, qëto shumë rrëllë e kom përmend, dhe ki... Që kjo ku ka e mirë. Po, më dhe ki rastin ndër të parë në 95, ndër gazetar të parë që vinë New York Timesit. Ja ku marru emne nëse, edhe vjen me një shoqe tonë përbashkë, e ka qenë edhe për kysa edhe për celkin teren. Edhe po vinë mas terenit zakonisht kanë ardhë në hanë në darkë. Edhe Shukri e ka e në Shuki, edhe po më tregon tharë keshtë, dhe i stash në dërnic me këto. Kjo gazetare New York Timesit. Thash, okej. Po tha, din qka o tema e tina, tha, po i lyp terroristat në dërnic. Po lyp terrorista? Terrorista. Po. Thash, okej, Shuki qa që më tha, edhe u krye puna e ungër darke, tha, qysh më mundesh me mri, sa darka e mirë, koha pa kohë, edhe shumë jëm doj i knaqën asi edhe të më dërëm. Edhe tash po vjen, unë e po i pështjellin në shishe vend, edhe po ja japi vendin, po thëmë që një dhurat e ki kur shkojsh në Amerikë, ne të kujtohet një dhurat për një terroristi dërnis. Po. A e me tash e këqyri ato, e jo ka dole, po edhe u këthyja i. Ullim të avolin, pitëm edhe 3-4 pije, edhe ku e konë që ki boti, ki folë që ka tema, edhe ndiko, besom jo veç une, po edhe ejo tash u qelë se viki ka që me i thonë sa ka qenë teren, e ndroj totalisht artikullin. E që ajo konë një prej detaljeve cilat asi ka mujtë edhe me jo me ndiku, po ka ndiku, si që artikull me shku 95 me lyp terrorista, New York Times që konë shumë risk. Po, e kom pa edhe dikun që ju jeni krahasu me UÇK-n e fjallës, do me thonë si ushtria qlirimtare, po e fjallës ka qenë
te hani, se që po kallëzon, ko gjatë do shkrime janë bazu në Han, hospitalitetin që e kanë marrë Han. Për shembull, shumica diplomatëve kanë zgjedhë me nejt edhe gazetarët, shkaku i mikpritjes, edhe ju i keni tregu që po thu që Po, si kisha thonë, u kena kry ko gjatë do punë, kun ma shtirë do shta ka njerë se me dalë në front. Qysho, e di që ka pas raste. Kush ka i, aty kanë qarkullu shërbimet ndryshme. Unë si kom ditë, do i kena njofti, se dy policë, ish policë të Kosovës kam punu njëri në shank, naltë njën i poshtë, edhe konë kur vishin, si tash më si qujta, se u bo banale, kjo u të bosha. Edhe kur ishim mrena, u konë shifra Shreps. Kur thoi ka Shreps, a i vike poshtë, po lyp qaj një Shreps, e disha që jënë të shërbimit sekret. Wow. Edhe i përcjellshim osi. Kështu që i kom pas do paravane, i blokojshim, nuk ka mujt me kry punë. Po dhe ju keni qenë katin poshtë, ndo këtë kretë mbledhit kanë ndohë poshtë. Nalë kanë qenë aktor, artista. Ka shumë raste, me e folë, një avdit në vynë me detaljet shumë timta që ka ndodhë krejt, po ka qenë koha e shtirë, se atër nuk s'kena pas as bodyguarda, s'kena pas as na krejt 20 vetë jena konë punë aty, krejt jena konë bashkë, na e kena mbrojt hanin. Mas edhe protokollin, sot vjen një ambasador, 20 vetë në shërbim tina për me prite e me bo, na i kena pas ka 5-6 ka ndodhë në mrame, 5-6 ambasador edhe e kena kry vetë punën. Krejt i keni prit jo? Unë s'po thëm ne protokolli famshëm që jo bo, po as një sen s'ka mungu në qato kushte që i kena pas. Edhe ku një farë besimi, edhe te diplomat që kanë ardhe edhe njerëz edhe gazetarë të huj. Se unë e kom pas informata për shumë 15-20 ditë ma heret ku kanë mu taku, kush me konë ku mu taku, edhe unë s'kom folë me kërkon. Vështë një ditë a dy ma heret kom ujtë me lejmë rudi konë që duhet me ardhe konë i bisede dhe as me konë, si kom thonë. Kjo s'ka qenë çdo natë, po ka pas raste ndoshta njerë, dyherë mujtë ka ndodhë qështu. Po kur ka fillu, do me thonë, jo bashkë me Migjenin e hapni Hanin, ata ka marrë menja na e hera ashtu që ka gjbek, ka me qenë influenca e Hanit edhe a ki mujtë me parashiku na e herë, ose a ki pas një moment kur ki thonë, Jo, se kom qenë me Migjenin e ka qenë shumë shkurt, një vjetë jena kom bashkë. Kur kom kalu në sante, unë e kom njës me unë e merita e kena majnë. Po me meritu. Hapjen e parë, unë e një sen Hivzni Krasniqi, indjeri. Atër, po të thonë asi që këtu muzika ka me qenë, s'ka me pas shumë. Edhe kur s'ka pas. Atër s'ka pas talava, po me muzikë edhe me vend të kulturës, ka mu plëcu me shfaqe, me filma, me ekspozita. U ko një farë premtimi i vogël cilën se kom lujtë më kurkës. A që bot i famë shumë në qëtë kuptimi, jo i famë shumë, po që ka ljonë gjurmet në gjatë asë të periudhe, u konë edhe puna e fatit edhe historisë të Kosovës. Se ka situata e ka imponua si për me mu bo qështu. E kom një shembull një gazetari i huj, a i thota Casablanca, në filmi Casablanca, e krason edhe një joni, s'po kujtota kush për të në thë, Casablanca e ka bo Hollywoodi, edhe ka bo skenarin Hollywoodi. A Hani e ka skenarin e gatshëm që duhet me realizu për një film. Pra, gjare që kanë donë Hani, jo ndoshta edhe ma të rëndësishme, sa që ajo që është gërshetu aty politika, mandej ekspozita, sidomos ekspozita ka qenë edhe një ko prioritet, mandej kjo pjesa e informimit. Ka qenë vend takime edhe gazetarëve tonë me të hujt, gërshetimi i informatave. Shumë shpesh kena pas ndoshta informatin dores para krejtve. Po, si që aty kanë qenë krejt mediat. Edhe nuk kanë asi.
ju mojt ekspozita për 28 në Andorën, ju mojt disa salonit karikaturës, në cilën në tërë gati, unë rënjë 8 vjetë burë, po fati unë pështova diqysh. Për që ato të karikaturës që kanë qenë? Kjo e dyta është, në kërën e ka pas kurizm, mas në dyta në ka bo kolektive, ka qenë saloni karikaturës. Okay. I krejt revaje shqiptare. Ka pas shumë raste asi, atër s'kena mendua a friga, a keqa, a mirë, veç edhe njerës kanë qenë ndryshe. Po. Kena pas një solidaritet, një dashni pak ma ndryshe. S'ka pas fort biznis. Po, që po. Ka qenë kohë e keqe edhe keni supërtu njëri tjetrën. Ju keni pranu edhe kështu si këto i marrë të mirënjohje që i keni marrë, ju keni supërtu jo veç në mënyrë do me thonë që e keni sakrifiku, me një farë mënyrë e ki rreziku edhe vetën, e vërtet që e ki rreziku vetën edhe merita gjithashtu edhe, po jo edhe financiarisht keni, ka rast shembull, keni jep një shumë caktume për me ble televizor. Për Akademinë e filmit. Po, që del gjenerata e parë e regjisorëve diplomum, ju i keni ndihmu edhe financiarisht me pas... Si Isa Qose edhe Fadil Hysaj. Po konin ndim simbolike në televizor, s'kishin atër televizor, më duket edhe jo veçune bashkë me Bahollin, Regje Bahollin. Tash s'po di cili çka ka ble, po më duke kona i shumë marament se po... Po të balësh që ajo... Një farë suporti, një farë ndime asi. Po. Edhe tani vazhdojnë, kohën kur mbyllën shkollat, fakultetet, janë nisin krejt me art, që shedimi majtë disa shfaqje. Kanë majtë edhe shfaqje, po edhe kanë majtë ligjeratat. Edhe ligjeratat. Taman ka qenë si shkollë shtëpi, a? Po, o konë si plotësim, se kanë majtë në për shkolla, në për shtëpia, po shumicën 80% rastave i kanë majtë në hanë. Dhe më shumë kishin qef hanë, se aty edhe ligjerata edhe me qune e gotë, kur më po dhe më knashë. Gjatë leximit të librit që e keni për Hanin e dy Robertëve, kom po se cili person, do me thonë aty janë disa personalitete ndryshme që kanë tregu qysh kanë kalu në hanë, çfarë ngjarje kanë ndodhur në hanë, edhe krejt çdo shkrim e përmend hospitalitetin që e kanë pranu prej juve dhe prej meritës. Edhe unë gjatë leximit thësha, okay, a den kështu tepër interesant. Kur kom ardhur herën e parë me u taku me juve, dyqysh e kom ndjeq ato që e kom lexu. Pa të ardhur, më keni ftuar në tavolinë, jena mbledh disa persona, më keni qeros, a vetën edhe për një me e kom vrejt ato, edhe kur jam kthyer në shtëpi kom thonë edhe prindve që ata për një me ishin kështu qysh po shkruan libri, edhe më pa të ardhur shumë interesant edhe ma bëshin shtëpi po që ato kanë dash njerëz me shku te Hani edhe që ato ju ka pëlqy që po thuaj kanë zgjedh shkaku juaj. S'ka qenë veç ajo, po gjitha më mirë me bu qef me pare se pa pare se me pare. Po atër o kon krizë, o kon asi kiameti 2 marka ka qenë në roga, qaj që ka punu ose pensioni qaq. Edhe unë e kom di ato që edhe vetë jem konë qatë pozit. Kom fitu pak ma shumë edhe mus më ka kushtu shumë asi, s'kom blonë unë e ku me ditë sa. Asi po kom ujtë me qaros me naj pije, me naj asi. Po edhe mi sjellet gjithkush, ka që zakonisht krejt ju konë mist, edhe ju konë njofshu, po edhe pa qenë asi, është një farë ritmi, duhet me dhonë ka pak për me marë. Ko marë unë e prej, do ka nërgjit ma shumë, do s'kam pas me nërgjit, i kom balansune. Po. Për librin e shënimeve, kom desht me të pyet, e keni pas një libër ku disa mysafirë të ndryshëm e kanë shkruajt kanë një notë, kështu si të shkurt, qysh kanë kalu ose qysh ka qenë ideja? 2 libra e konë, njëna o djekë gjatë luftës, e dyta s'po muj me gjetë, ka hub dikun. Që ka qenë dhurat, më duket i dyte, a i parë? Jo, dhurat s'ka qenë dhurat ajo, po na këta bujku të avnis pa ju, ma patru një liber ku shtyp shkonje ka bo, ka qenë bosh. Edhe konë me korniza trasha, konë liber, për në me aty o musha e krejt, me për shtype. është që di, bën 2 libra, ndoshta 3 vetë, veç më është me gjithë që kanë folë për ushqim, ose për
mirë pritje të dikuj tjetër në për qytet. Krejt e kam pas situatën në Kosovë, 80%, 90% e lidhur me politikë, me situatë Kosovës. Në qatë liber. Edhe gjëna që si kom do foto, do të rutuna, do mendimet të shkrume, po që po jep në shembull, si bjesi, për shembull, thotë ras janis Lilian Kosovë, janis prej Hanit Dy Roberte. Po. Ose e kini tasho profesoresh ka qenë asi, po e thotë ta Republika e parë Kosovë ko në Han. Okay. Ose është Guardian Jonathan Steele, qëto që po më kujton pak, se ka shumë. Kom po spitale underground, kom po shkolla underground, po restoran me që ka që histori dhe me që si atmosfera underground, halas kom po. Po edhe mas ne detalizon, mos folje që shumë po livdojnë edhe ona si jo, po është për mu livdu. është për mu livdu që shjo. Bile... si kom bo veti, kena bo krejt bashkë edhe ata njerës që kanë qenë aty, kena bo zbashku, jo veqënë. E kam këtu edhe një shkrim prej Iqbal Rogovës, e cila ka thonë që Hani nuk ka marrë mirënjohje sa duhet, edhe pse i kene disa, mirë po jo, do me thonë, ata që me pushka e kanë fshi mundin që e ka bo Hani pa pushka. Keni zhvillu luftë ndryshe, fjallë të... Lufta diplomatike që për shamu po në qatë kohë Edita Tahiri ka qenë ministreshe punëve t'jashtme të Kosovës në atërë. Po. Edhe e thot shtylla e diplomacisë Kosovës është Hani Dy Roberte. Ka shumë raste për ministrit sulme janë në hanasi. Sulme? Sulme fizike e kena pas, sulme fizike deri më kom pas edhe plagoqe mas nej me prej Hanit kena dalte me gjikuasi Hani o kollë, o djekë një avë ditë. Po. Po, ndoshta çdo i leti prej gazetarëve tonë shqiptar ka ngërdaja kur ka dalë prej Hanit. Ka shumë njerëz që folin para një jave kanë re kur kanë dalë, kanë zonë, kanë qumë, kanë bo. Se poshtë o konë underground, kështu sushik e kretë, kena ikë prej realitetit. E kështu e ka ditë, do me thonë, është ditë që heqë shtu janë kam ledhen, veç që s'kanë mujtë mi unë zonë për funde, atë qysh ka qenë puno? Pjesa jo me në zonë, në kishin zonë me njerë, po une e kom pas asi telefonin në emën një Sërbit, edhe se kanë kontrolu e para, e dyta, në atë kon trit, ose kafeteri, edhe aty jënë kon aktor, jënë kon piktor, edhe shumë moral kanë ditë që është edhe poshtë, po kanë ditë. Po konë edhe në ka rrujt për fund, edhe diplomat. Unë e besoj që edhe diplomat, ata kanë pas asi integriter s'ka mujt me ngucë, bashkë edhe përshka këtyne si kanë ngucë. S'na kanë ngucë. Neve, na kanë ngucë, po jo... Jo që shkanë mujt, ose... Po, në fund, kanë kalëzu që kanë ditë kretë. Po, në fund edhe Diego, do me thonë, vitin 99, apo... është në 22 mars. 22 mars, okej. Po e shoqë, që kjo në diku 96-7, tu e me dëshok është asi Jonas Vajs, kjo ka qenë sekretari pare ambasadës suedeze në Beograd. Kjo njeri ka bo shumë për Kosovën, a i ka kup jetë, ka ndru jetë në kufinin e mas lufte në kufinin Rusi-Iran. Okej. A i ka kontribu shumë bashkë me një farë Julian Bradford. Edhe e konë sekretari pare ambasadës Anglisë në Beograd. Këta dy kanë shku në stop. I treti ka qenë që ka kontribu shumë, edhe e ka qenë sekretar i ambasadës të Austrisë. Janë kinker, që ashtu dishka. E këta tre, Kosova ju ka shumë bërës, këtune treve, si post tjerve, që kanë kryer shumë punë të madhe për Kosovë. Ky është prej hapjes, që thash prej hapjes parë, të Nekrës, në ekspozit Nekrës. Po, këtu edhe jeni jo me Ritën, me diplomatin Gjerman. Po, kjo është i Shingeri është
Ministri punëve të jashtme Gjermanisë ka qenë, si. Do më thonë ka pas shumë personalitetet mdoja që ka nejtë në hanë. Ky është Reinhard, ky ka qenë shefi kforit në Gjerman. Ky ka pështu 8 kilometra kufi Kosovë, Malzi, Serbi. I ka pështu 8 kilometra, wow. I ka shty forcat sërbe, Po. Foli mas lufte. Edhe kjo ju ka shkrujt një letër mirënjohje. Po edhe në libër më ka përmendë. Po edhe në libër ju ka përmendë. Kjo është në zyrën e tina dhe një foto që e kena pas falë. Po. Që në ambasadë, atëherë ku në zyrë amerikane ose ambasadët ashtë amerikane, Po. që u kvut ajo traditë është po di, kush e qysh kjo Huckabee, e ka zëvendësu Michael McLaren. Po. E ka orë Huckabee. Une e kom pas një tradit, kur unë drojshin, me i thirë në dorë, ka me ja falë ka një punim. Mja u falë ka një punim të ekspozitave që i keni pas... Momentalit cilë po. është asi. Edhe ati këtu është Michael McLaren, në këti ne e kom falë, Hivzi Krasniqit për mdo këtë sana që shto dishka është, edhe Huckabee ky që e ka të rëshigun nësi. Po. Edhe fotoja është do me thonë momenti kur te ja falë... Po, që ashtu. Po besoj edhe i ki introdus krejt me raki, me këto pijet, çka i kena në tona. Po, në qëre, dhe kush ka shku mirë për Kosovë, që atë një përfondi atërë edhe, dikun për 150 piktura i kom falë. Ka njerë, si kom bje krejt, ka njerë, kanë qenë pajtimit edhe piktor me dhonë, po ka shumë, jo, për 150. A ju ka mbet kontakt me najkon kështu që është prej figurave të jashtme, a ki kontakta me vjetë tash edhe vështirë? Vizit kortat i kom, po si kom thirë edhe në Amerikë, kur kom qenë, s'kom desh kërkon me thirës. Edhe qëto 2 fundit i kom, mirë njohja, kjo këto është e Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i Arteve Prishtinë, e keni marrë një mirë njohja edhe prej këtëne, edhe gjithashtu e kam këto prej dytë njëjta i pas na përbes që tash përvri. Po njëjta po. Njëna e Isa Qosis. Po, qashtu tamam. Po, se ndryshme, unë e kom shumë mirë njohje, për shumë kinemaja, ABC, e ka dhonë, kom njohë që s'po muj me gjithë, njerë vjetë Paris më ledhen në Romë të botës. Okej. Edhe prej Parisit më kanë quni plaket që ja u japin ndoshta 3 vete në botë, këtë botën. Edhe kom një plaket për Romëve të botës të Kongresit Parisit. E për çka ja u ka njap? Për kontributin që i kom bo për Romë që ju kam ndimu gjatë lutës. Se kom bo edhe filmin dokumentar bashkë me Buqen Berisha, e ka qenë regjisore, Harmonika thirët. është një plak që i ka bot 15 vjetë në muzikë. Ka rafis Harmonikës me Kastriot Marku në bashkë. Okay. Edhe e ka një të regim që ma të regoj ke shumë shpesh asi, e ma dhe e kena bo me Buqen, pak e kena songu skenarin, po ka dalë mirë, ka marrë dykun 10-15 shpërbime botnore. Unë e kom qenë producent, Buqe ka qenë regjisore. Edhe ju keni pas muzikë? Vulej, baba i Liedrit, që të srosë. Jo, s'pu di asë. Agroni, po, e ka qenë montaj. Së tash me kurenin, Agroni thot që... Ma pas ka rrua amër. Më bëllë që asoj edhe disa programe që një bëllë edhe para luftës. Po. Cilë të më bëllë për muzikën Rome, mande edhe seminaret që më bëllë menirë mas lufte, edhe këta të radio-televizionit Kosovës, në RTK-s, kanë qenë njëri prej gazetare, ka qenë pjesë marës atje, edhe ja kanë ku me gjithë që të njëri, e ka thonë, edhe ja ka dhonë. E ki po do me thonë edhe program për muzikën Rome? Muzikë, bashkëpunim me atër ka qenë, kjo është para luftës. Po. U ku një farë me do të qunë, a i ka qenë producent e Esma Regjipovës, a i ka zbulu Esmen, edhe motra e saj, kom shumë programe. Po redaktori muzikës e ka qenë Medibori edhe Gjerska Qinari. A unë dhe kon qenë producent ekzekutiv ose organizativ. Pra unë e s'kom bo nota, s'kom bo asi, po kom organizu asi.
Po ata i kanë majnë men, në kam komedi Po, që shkara, sidomos ky filmi ka ndikuar, kanë shfaqur atë film edhe atje, po unale ka edhe shumë tjera, po s'po mbin ndërmend. Po kishti për shumë në sa më shumë që tash i merrsha pika çka po mund që dukun interesant. Edhe njënën, sikur më ka qenë tash rol kush e përmend që njeri, ai ka formu Rambujen, ai ka kry punën e Rambujes. Është Morton Abramovic. Edhe ka ndajtë në Han. Ka qenë disa 2 herë, 3. Edhe ai mu më ka dërgu letrën 96. 96 më ka thonë popullit shumë shpejt kom e gëzu lirin. Wow. Edhe departamenti i ICG-s atëherë o konë Soros jo konë i fundit, o konë jo një 30 e anë, kjo ka qenë kryetar, e me bullet thatë kur sa eroj, vëllaj Kristilë të ma patë pruasi. Edhe tha që një mujdit pa e moj, tha s'ku mujt me besu që ty të vjen prej State Departamentit me bullet thatë, s'ku nguzu as me qelë. Njeni prej mas ne u bo minister, po do me marrë e me qelë, tha anglisht është fadil ta përkthej, tha shajt, s'pe e përme, për pak e përmend e endin. Tha shajt se edhe që shajt piva djelën e ka pak anglisht asi. Aja buni, tha, mos gabon me prek, tha, unë s'kom guzu ti. Mas ne i gjithë për shajgane me ta u bune minister, tha shasi, po. E që e letër shumë do me thonë për mos. Është 96. 96 Si edhe thash pse e ka përmend emrin tonë ose emrin e dikujt apo tash edhe që ato s'po du. Apo shun dije Mr. Fali Droga apo shun dije thash e bëshaj që është në emën tem. Edhe mu po më thot që ko me gëzu lirin shumë shpejt. A u livdova bolla, veç me thonë so i bukur jam i mirë. veç kisha thonë është ta që Hani tash gjendët edhe me kallzu në aktualitet lokacionin. Po, është në qatë film dokumentar, kur u kry filmi, edhe skena e fundit është Sheqeri Hani Dy Robert dhe mu si më punojshën gishtat, se më koni plagosën edhe me qëta 2 gishta e kom kap. Hani Dy Robert dhe shumë shpejt kom u këty. Kjo o konë fillimi 99-ës. Okej. Edhe me njerë fund 99-ës unë ja kom njës me hapë. Hanin prap. Po, që sot asoj ditës, nuk di ndryshme me punu, po. Që shtu një shok që tash kom donë, si dalandishme, po veç të ndru vendet, tha ku po e merë forcë gotë si 70 vjetë po i bënë, thash që aduna me dek me po a merë shumë barkun si ti, edhe mos me ecë, mos me punu kuzes. Po dhe, Hani do me thonë halo është... Po, moj me ekspozita, shdo muj ndronë ekspozitat, po. Tash me lokacion jeni aty... Po, ku ka qenë Hamam Zezbari. Po, tamam. Të shkallët për fune, kush ka qef me... Tha njoni shtirë po të gjoj, po tha shumë letë e ki joni me gjithë, ja e dy podrum, janë tunel, janë qërsokak. Po të gjithë koka kështu si një katë për fune. Po, Fadel, faleminderit shumë që ke pranu me orë. Ka qenë shumë interesant, do me thonë, sane që na i ki tregu, edhe besoj që Hani është temë që po meriton edhe ma shumë mirë njohje, edhe shpresoj që me qëtë episod disa njerës që shu paraqita dhënë që thash kom qeni ignorante, shpresoj që sa ma shumë njerës që nuk e din, kanë me mësu se qka ka qenë Hani edhe qka është Hani hala, edhe ja kësha rekomandu krejtve me lexu edhe librin që e keni edhe shumë faleminderit. Mu eduku pak. Po ka që kam mësën, se libri është njerës kam folë. Po, njerës kam folë. Që ta njerës, unë s'kom, hala që akom nisë me folë, të janisë ka pak, se kur të janisë i për Po, në i me gilon më tjerë. Po, faleminderit shumë edhe njerë, Fadel, edhe meritën e falenderoj gjithashtu. Shpresoj që na i herë kena me të pas prap, pse jo për... Kjo është një 10% është... Po, pedi. Me të kalzu, po. Edhe kur jena taku e kena folë qysh, ka qatë shumë sene që mund është me tregu, sidomos për muzikën, rockën, 60-tave, kur ka fillu, sa që e kena lonë që... Po, next. Na e episod të rritë. Po, dhe që gjithë ka i kom ras fund të si, po. Që profesion e kom pasu. Po. Kom punu si.